që s'ban mi votu këta për shkak të religionit, se shqiptarët e Maqedonisë kanë probleme tjera. Në anën tjetër, unë pajtona plotësisht me ty, pra Edi Rama, në Beograd të i folë për Kosovën, nuk shkon Shkup me folë për shqiptarët e Maqedonisë. Kur, s'ka vajtë. Se shkon mi mbrojt shqiptarët e Maqedonisë, po më në mbrojnë neve në Prishtinë, mirë na si mi kecë. Po qa, ty ke... Si ka marrëdhënie Rama me Gruevskin? Se kom një kur të i folë, as një fjallë. Si dia ka bërë vizitare. Ska bërë fare. Ha? Ja, fudët, mëne... Takime taktike. Mbyllet qeverisja s'ka Është bërë vërtet i vështohet influenca ruse tek në shqiptarët e Maqedonisë? Jo, po shqiptarët. Qa ka në rusë U përmenem, për një men për rëshqasim pak në terenin e konspiracionit, mirë po raportet Erdogan-Putin, edhe mungesën... Ato janë reale. Disa është interesant. Konspiracion që Gazpromi është në Shkup, vëllai, ka tupat Shkup. Nëse Putinin e ka ki... miri liria. Pse është Gazprom, vëllai? Ta tham një gjë, Ilir. Gazpromin e ke në Shkup, pse është konspiracion? Putini zyrtarisht ishte i përfshim në Bullgari, ishte zyrtarisht në Moldavi, ishte zyrtarisht... Po, në Maqedoni nuk fol fare, pra asnjëra nuk deklarohet, sepse ajo është ta bëri Erdoganit. Po, ajo është tjetra. Sepse nuk ka logjik, Rusia ishte në Malzi, është në Kroaci, në Serbi, Moldavi, Bullgari, nuk është Maqedoni. Sepse Maqedoni është Erdogan e partneri i tij. Ti bie dakord me Fariun dhe na la dhe me pa folur fare. Argumenton. Ju bot, Ju argumenton faktin që kryeministri Ta mbyllim se ju vendosët një ekuacion që Putini dhe Erdogani janë aleat në... Unë më them që deri para 8 muajsh raketat turke... e kemi po ato. Sekoma, e keni pa, po se harroni pra. E kemi po. është një harret se qëllimisht. Ti harrove vizitën e Erdoganit? Raketat turke rëzojnë aeroplanin. Harrove vizitën e Erdoganit? Dhe shkoj 2 herë sekretari i shtetit Kerry. Harrove vizitën e Erdoganit? Për pak plasi lufta. debati për vizitën e këtij debati për Erdoganin. Nuk ishte Më pas rrëzimit, jo, debati për çfarë mund të japi Rusia më shumë se si e perëndimja të Turqisë. Me këtë do bëjnë aleancë. Me këtë do bëjnë aleancë shqiptarët. Domethënë, sido që dalin Zaevin apo me Gruevskin? Gruevskin gjithë kanë me bë aleancë. Tash kjo, nëse shqiptarët bëjnë aleancë, sot janë betuar gjithë që nuk do bëjnë aleancë me Gruevskin. Po nëse partia e parë që deltis mund ta heqësh. Tani kjo ka tentuar ndodhin në Kosovë, po është anormale. Partia e parë votohet për të qeverisur, se me kë i ndërton aleancat. Nuk po them këtë gjë. Problemi është që Maqedonia nuk është një vend si të tjerët. Dhe në rastin konkret, shqiptarët nuk mund të hyjnë në koalicion me atë që do fitoj si do të tjetë ajo, ose Zaevi, ose Gruevski, pa pasur një agjend qartë se çfarë do bëjnë. Mirë, kjo është një tjetër pasaj ide, se mos thënë. Me sa po shohun një debat për Erdoganin edhe për këtë që nga më interesant se sa debati edhe për ta mbyllim tani se unë mendoj që kjo pjesa opozitare në Maqedoni dëshoja Zaevi dhe këta tjerë dhe ishte mirë të fitonin. Por kam frikë se historia do të ndodhi dhe do të përsërisi. Dhe një pyetje, sherifi dhe bëj. Gjykata speciale filloi të funksionojë atje? Ka filluar funksionimin. Kur pritet të japi frutet? Besoj pas zgjedhjeve do filloj me rezultatet e para. Tash është në atmosferë zgjedhësh atje, kështu që gjithçka është e... Kështu që rrezikon të shkojnë deri te Gruevski? Dyshoj. Dyshon. Po në nivelet larta ministra do... Unë besoj se ka një marrëveshje në përpaske, nuk është aq e thjeshtë. Po do ketë peshë të mëdhej si quhen që do shkojnë para drejtësisë? Po si do ketë, por që... I vetmi peshë ka për të qenë prishja e Maqedonisë. Shqipëria dhe shqiptarët gjenë kobin e vetë, ata gjenë vetë. Po ndodh kjo Farise? Do ndodhi, po pse s'do ndodhi? Si do ndodhi? Po pse nuk do bashkohet Korea e Jugut me të Veriut? S'do bashkohet, thoti? U bashkohet Po Maqedonësit ku do shkojnë? Po pse ka frika Aliametit flasin për bashkimin? Ku do shkojnë Maqedonësit? E kanë vëndin atë dhevën e tyre. Ta shikojnë gjuhën dhe themelit ku i kanë dhe të vetë. Ku të venë Greqia da? Po edhe në Bullgari, pse jo? Edhe në Bullgari. E ndave Maqedonin fari këtu me një dërëm të Çështja është, shqiptarët kanë pjesën e vetë. Tani me këtë që tha Fariu dole gjithë mediat maqedone, po... Pse? Këtë lajmi ai është. Është e rëndësishme... Po edhe njerë Farit dalim të lajmi Maqedonisë. Po vazhduan